2 muaj e gjysmë pas ngjarjes së rëndë ku në një banesë në Tiranë 25 vjeçaria Gjoana Nikollaj u vetflijua në ngjarjen e mbuluar plot mister, po dali në dritë informacione të reja. Agjencia e mbikëqyrjes policore prej 2 javësh ka nisur hetimet për komisariatin numër 2 të policisë në Tiranë, lidhur me veprimet hetimore që ata kanë kryer për zbardhjen e plotë ngjarjes, ku dyshimet e para janë se komisariati numër 2 ka neglizhuar zbardhjen e saj. Përveç ish bashkëshortit të Gjoanës, Eraldo Fizi, i shpallur në kërkim për veprën penale, shkaktim të vetvrasjes, dyshimet janë se ka edhe persona të tjerë që dinë më shumë apo kanë pasur rol në atë që ndodhi. Mësohet se telefoni i saj ende nuk është hapur dhe këshyrur plotësisht, ndërsa telefoni i shoqes së saj, me të cilën ndante dhomën, nuk është sekuestruar. Shoqja ka dhënë vetëm një deklaratë në spital dhe më pas nuk është rimarrë më në pyetje nga policia apo prokuroria. Sipas informacioneve nga të afërm të Gjoanës, shoqja insistonte vazhdimisht që ajo të takonte Eraldon. Ajo e telefononte Gjoanën sa herë kur kjo e fundit ishte tek motrat, duke i kërkuar të takojë me të. Motrat kanë qenë në dijeni se Eraldo kërkonte vazhdimisht të takonte Gjoanën. Pas ngjarjes së rëndë, policia ushtroi kontroll në banesë, por deklaroi se nuk gjeti fotoksin. 2 ditë më pas, familjarët, kur shkuan të merrnin rrobat e Gjoanës, gjetën fotoksinën pranë sendeve të saj dhe lajmëruan policinë, e cila u rikthye sërish në banesë. Pyetja që kërkon përgjigje është: si nuk u pa fotoksina gjatë kontrollit të parë? A ishte aty dhe policia nuk e konstatoi? Pikërisht për këto dyshime që duhet të zbardhte policia, AMP ka nisur hetim ndaj oficerëve të komisariatit numër 2, që janë marrë në zbardhjen e ngjarjes dhe identifikimin e të gjithë personave të përfshirë. Autopsia ka treguar se Gjoana kishte shenja dhune në trup të dukshme edhe në fotot që disponon familja. Sipas informacioneve, natën e ngjarjes Eraldo Fizi, pasi e mori Gjoanën, e çoi në Shëngjin, ku dyshohet se e dhunoi në makinë. Dyshohet se në dijeni ka qenë edhe shoqja. Më pas janë kthyer sërish në Tiranë. Madje makina e Eraldo Fizit, natën e krimit rreth orës 3, është gjobitur për te kalim shpejtësie nga policia pranë sheshit Shqiponja. Pas kësaj, ai e ka çuar Gjoanën në banesë, ku ajo jetonte me qira me shoqen e saj, dhe të nesërmen kreu aktin ekstrem të vetflijimit. Eraldo Fizi vijon të jetë ende në Arati dhe kanë dështuar disa tentativa të policisë për të arrestuar. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.